shumë të përjetshëm Edmond Lajqit, ish bashkëshorti të Gjyleta Ukellës, e cila u vra nga ai në banesën ku jetonin së bashku me fëmijët. Dhe lidhemi me kolegun tonë Valdrin Daci, i cili na sjell një intervistë ekskluzive me familjarët e Gjyletës, të cilët janë gëzuar sadopak këtij vendimi të apelit. Mirëmëngjes, Valdrin. Mirëmëngjes dhe përshëndetje edhe për ju Gonxhe në studio. Fillimisht para intervistës dëshiroj vetëm një fjalë të shkurt me potencu se jo rastësisht raportohen raste të dhunës në familje, sidomos në Pej. Përderisa për shembull dje kemi pasur 4 raste të dhunës në familje në Kosovë, 2 prej tyre kanë qenë në Pej, pra kjo është shumë shqetësuese dhe jo rastësisht raportohen. Dje gjykata e apelit, pra si thatë edhe ju, e ka hudur poshtë kërkesën e vrasësit Edmond Lajqi për lehtësimin e dënimit për vendimin e gjykatës themelore në Pej në raport me vrasjen e Gjyleta Ukellës, ndërsa vendimi mbetet në fuqi nga gjykata e apelit, e për këtë sadopak janë lehtësuar edhe familja, për çka unë kam afër edhe familjarin e Gjyleta Ukellës, është Shpat Ukella. Shpat, mirëmëngjes, faleminderit që pranove me u zgju herët me neve sot edhe me na tregu se si po ndjeni pas këtij vendimi. Ju dje keni deklaruar për të dytën herë në një status ku keni thënë se ky vendim sadopak ju ka lehtësuar dhimbjen. Çka do të thotë kjo? Mirëmëngjes Valdrin, faleminderit edhe për juve, mirëmëngjes gjithëve. Neve si familje djena u ka lehtësuar sadopak dhimbja për arsye se gjykata e apelit e vërtetoi vendimin e gjykatës themelore në Pej se nuk ka falje për vrasjet e grave. Edhe pse kjo dukuri është nuk kushtuar, unë uroj që më to sen nuk ndodh në asnjë familje, sepse pasojat janë shumë të rënda. Ne si familje e falenderojmë shumë gjykatën themelore në Pej, sidomos prokurorën e këtij rasti Valbona Disha Gjose, avokatën tonë fëmijë Gashi me Dyqe, të cilët kanë bërë një punë jashtëzakonshme në këtë rast. Dënimi më burg të përjetshëm neve si familje na ka lehtësuar dhimbjen. Dje jena konë të gjithë sadopak të lumtur se gjykatat dhe të gjitha siç kam thënë edhe më parë janë të një zëri që çdo vras duhet të dënohet me burgim të vetëm në këto raste. Sepse rasti ka ndodhur në një mëngjes si ky, në një orar të njëjtë si ky, në 16 prill 2024. Na nuk e harrojmë asnjë moment atë rast, çdo sekond jetojmë dhe veprojmë me Gjyletën, sepse Gjyleta i ka 3 fëmijë, të cilët jetojnë me neve në shtëpi. Dhe besoj se dje edhe ata kanë pas një pushtje shumë më të mirë kur e kanë marrë lajmin që gjykata e apelit e ka hudhur poshtë, që mja zbut dënimin dhe e ka vërtetuar dënimin me burg të përjetshëm. Shpat, kur jemi tek fëmijët, si janë ata, si po e përvallojnë këtë gjendje, si po pranohen nga shoqëria, sa po keni të vështirë ju trajtimin e tyre, na flisni diçka se si po gjenden ata në të rrethana. Fëmijët janë në shtëpi të doja që i vjen, po përkujdesëm gjithë familjarët e ngushtë, motrat, vëllezërit, ajt, dajt, gjithë të jashtë, jo falem se orbita, po janë shumë mirë, po pritën shumë mirë edhe në shkollë. Për momentin gjithë shka në rregull në atë aspektin, nuk ka bullizim, nuk ka sende që mundën me qu ata fëmijë në diçka. Kryesisht fëmijët janë shumë mirë, po ju mungon shumë nëna. Domethënë, Gerti është vetëm 6 vjetë e gjysmë dhe çdo moment që ai e kalon thotë, nana ma ka bëu kështu, nana kështu. Unë dua me çek veç një sen, ka kaluar 1 vjet e 1 muaj 2 që asë një herë nuk e kanë kërkuar prindin papë, po çdo moment veç nënën. Edhe ditë në gjykatë keni mujt me vrejt, keni gjykatë themelore në Pej, si gjykatën e apelit, asaj asë një herë nuk e ka shqyquar as shikën e vetë, po as shika vetë nuk e ka shqyquar babën e vetë. Sepse vajza Paulina është e madhe, tash i ka 18 vjetë, dhe për kujdeset edhe ajo për vllahun dhe motrën e vetë. Asena i ka rënë një barë shumë e madhe tash, se gjithçka kalon te ajo, po kryesisht janë shumë mirë. Shpat, dëshiroj për fund një apel për juve se çka duhet bëjnë
personat të cilët prekin nga dhuna në familje, sidomos ata që prekin tragjikisht, për sy se ju keni përjetuar në lëkurën e ju një humbje të madhe dhe shumë tragjike. Unë kam thënë edhe më herët dhe kam thënë që çdo vajzë që ka problem në lidhje me familje, me burrin e vet, me çka, le të kthehet te familja e vet, le të kërkojë ndihmë prej familjes vet. Nuk ka vëlla, nuk ka bab, nuk ka nonë, nuk ka motër që nuk e hap dyert atij personit se sa do shefim në këto raste dhe po vazhdojmë jo e se kaloj këto, po përfundojmë në këtë rast. Besoni që është shumë e rëndë të përjetohet likur, një vrasje, një krim siç ka ndodhur në familjen tonë. Na bëjmë apel që çdo rast, çdo moment që ka problem, çdo secili njeri le drejtohet te familja vet se gjithçka ka mja gjetë një zgjidhje dhe ka ndihmë. A mendoni që duhet kemi besim tek institucionet spat? Unë dje kam fituar dhe më shumë besim të institucionet. Dje ata po bojnë punën e tyre në çdo mënyrë, në çdo moment po mundohen. Dënimet janë shparsuar. Çdo dhunë që po lajmërohet nuk po tejkalohet siç është tejkaluar më përpara. Tash çdo gjë po shkon duke u shtrënguar, që thojmë ne në gjuhën e popullit dhe unë besoj edhe institucionet janë të e bë punën e vet, po nuk mundën gjithë secilin rast me ndalë dhe me parandalu. Nëse na nuk e parandalojmë vet. Parandalimi është që na të shkojmë edhe te familjarët tanë, të kërkojmë ndihmë. Nuk është mbarë ti thuash babës ose vllaut kam problem me burr ose kam problem çështë që se gjithë kur jena bashkë, gjithë secili problem zgjidhet. Ka zgjidhje. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Studio, nëse nuk keni ndonjë pyetje, dëshiroj vetëm një koment shkurt, ka qenë njëra nga intervistat më rëndësishme në jetën time dhe shpresoj që tash tutje vetëm sjellëm intervista me inkurajuese dhe më pozitive. Në fakt, valdrin e tillë ka qenë edhe për ne që e dëgjuam këtë intervistë dhe faleminderit shumë prej teje, gjithashtu falenderojmë dhe Shpat Ukellën, familjar i Gjyleta Ukellës, edhe për emocionet dhe shpresojmë që fëmijët e Gjyletës të kenë jetë të gjatë.